ras se nuk ka shërbyes, a duhet dikush tjetër që ta ndihmojë zonjën e shtëpisë për sa i përket servirjes? Mundohem të bëj të gjitha gjërat përpara. Okay. Pra të bëj gatime që nuk kanë nevojë që unë të shkoj për shumë kohë në kuzhinë dhe të jem njëri i lodhur dhe atyre njerëzve që kanë ftuar dhe miq t'i vi keq kur të më shohin. Sepse unë duhet të jem edhe vetë mirë prezantuar, kam menduar veshën që do vë. Pra gjëra gatime që janë të thjeshta. Tavolina është shtruar dhe janë pjatancat që kalojnë dorë më dorë, ndërsa për sa i përket të ndihmuarit me pjatat për të tërhequr, unë preferoj jo. Çfarë i them Mikeshave? Unë nuk preferoj që të më ndihmoj askush, sepse kam mënyrën dhe ritualin tim, por as unë në shtëpitë tuaja, kur të vi nuk do të çohem. Asnjëherë dhe mos pretendoni sepse nuk jam e paedukuar në momentin që nuk çohem për t'ju ndihmuar. Por a duhet ofruar ndihmë? Unë mendoj që nuk duhet ofruar ndihmë, Floriana, sepse ndonjëherë them, siç e shoh vetë, mendoj që njerëzit që vinë nuk është se të ndihmojnë në prakticitetin e kuzhinës tënde. Ndonjëherë më duken më shumë kurioz për të parë se sa